محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الأخيار من المهاجرين والأنصار ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Të gjitha falëndërimet të takojnë Allahut të madhruar, vetëm atë falënderojmë, vetëm atij mbështetim, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për pejgamberin ton të fundit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtar musliman që me besnikëri e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar dhe të dashur vëllezër besimtar, vërtet Allahu i madhruar na ka nderuar dhe na ka dalluar prej të tjerëve duke na mundësuar që të arrijmë këtë muaj të bekuar, muajin e Ramazanit. Ramazani i tëri është me mirësi, me begati. Ramazani i tëri është me bereqet, me dhunti të shumta. Dhe padyshim Ramazani është muaj i adhurimeve, ibadeteve, mirësive të lloj-llojshme. Dhe Ramazani prej mirësive, prej begative që i ka është muaj i Kur'anit. Sepse mu në këtë muajin e bekuar Ramazan, Allahu Teala e zbriti Kur'anin dhe thot: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Që do të thot muaj i Ramazanit është ai muaj në të cilin zbriti Kur'ani, udhërrëfyes, udhëzues për njerëzimin, me shenja të qarta dhe dallues i së vërtetës nga e kota dhe dallues i së mirës nga e keqja. Andaj vllazën, sikur asnjë tmije tjetër Allahu të mos na kishte dhënë, përveç Kur'anin që na ka zbritur të muaj, do të mjaftonte për neve. Kur'ani që është drita e syve tonë, që është pranvera, gjelbrimi, freskimi i zemrave tona, që është motivi dhe energjia e çdo njërit prej besimtarëve musliman. Allahu te bareke ve taala e zbriti Kur'anin që t'i nxjerr njerëzit prej errësirave të cilat i kishin kaplue dhe t'i qes në dritën e Islamit. Për ata në surën Ibrahim, Allahu Teala thot: Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur. I drejtohet pejgamberit alayhi salatu wassalam, thot: këtë libër ta kemi zbrit ty për me nxjerr njerëzit prej errësirave të shumta, me i qitë në dritën e vërtet, në dritën e Islamit. Ramazani është muaj i shpalljeve, jo vetëm i Kur'anit, është muaj i zbritjeve të librave hyjnor, sepse në Ramazan ka zbritur Teurati, në Ramazan ka zbritur Zeburi, në Ramazan ka zbritur Injili, në Ramazan kanë zbritur fletushkat e Ibrahimit edhe të Musaut alayhimas salam. Pra Allahu Teala i ka ndërue ummetet, i ka ndëru popujt
gjenerat mas gjenerate me shpalljen, me zbritjen e këtyre librave. Dhe vllazën, ky Kur'an ka ardhur për me na ndryshuar jetën, për me na nxirr prej krizave, për me na nxirr prej të këqijave, edhe me na qit në rrugën e drejtë. Dhe nuk ka ndonjë popull, dhe nuk ka ndonjë vend, dhe nuk ka ndonjë individ që e ka marrë Kur'anin ashtu siç duhet, dhe e ka lexuar, e ka kuptuar dhe e ka praktikuar, edhe që ka dështuar. Nuk njeh historia e njerëzimit, asnjë popull, asnjë vend, e asnjë individ që ka punu me Kur'an, ja ka dhënë hakun Kur'anit, edhe që ka dështuar apo që ka falimentuar. Kështu që mesazhi është, nderuar vëllezër, të kthehemi Kur'anit, librit të Allahut, ta lexojmë, ta mësojmë, ta studiojmë, edhe pas gjitha këtyre, ajo shumë që është e rëndësishme ta praktikojmë, sepse në kohën e sotit ka njerëz shumë që dinë edhe përmend krejt Kur'anin, mirë po praktikimi i Kur'anit tek ata dhe tek ne në përgjithësi lë shumë për të dëshiruar. Andaj, besimtarët musliman këtë muaj duhet të mirën me Kur'anin shumë. Duhet me u shoqëruar me Kur'anin, jo vetëm në xhami, po edhe në makinë. Në kërë kur je, edhe je nalën, je lirë, lexo pak nga Kur'ani. Edhe në shtëpi, edhe ku je dikun tjetër, në punë, në kohën e lirë që kije, atë pauzën para ditë apo në mesditë, merre librin e Allahut, shoqëro. Me lexu Kur'anin, të paktën minimumi i mundshëm, se na është keq me thonë, po bile një hatme me bë. Hatme do të thotë me lexu në origjinal prej surës El-Fatiha në surën En-Nas. Njerëzit autoritativ, njerëzit që kanë pas ndikim në historinë e muslimanëve e kanë lexuar vllazën ka 10 herë, 20 herë, 30 herë, derisa për Imam Ebu Hanifen dhe Imam Shafiun, Allahu i mëshiroft, tregohet se në Ramazan e kanë bë 60 herë hatme Kur'anin. Gjatë ditës e kanë lexuar komplet, e pastaj kanë pushue, edhe mas namazit të teravive, gjatë natës, deri në sabat, deri në sefer, e kanë lexuar edhe një herë. 2 hatme brenda 24 orëve. Njerëz të cilët kanë lënë gjurmë, jo me pasunin, apo me politikën e tyne, po me ilmin, me dijen e tyne. Ky Kur'an o vllazën na mëson me u bë të ditur, na mëson me u bë të mençur, na mëson qysh me përparua muslimanët e mos me met qysh kanë met, sepse gjendja muslimanëve që është tash në botë, nuk ka për shkak se ata po e praktikojnë Kur'anin, po është për shkak se muslimanët e kanë braktis, e kanë lënë anash Kur'anin. Andaj, duhet me fillu aty ku ka fillu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me dije, me lexim, sepse kur filloi shpallja, kur filloi me zbrit Kur'anit e pejgamberi alayhi salatu wassalam, ai ishte i vetmuar në shpellën Hira, në periferi të Mekës, një kodër e lartë që e keni pa besoj shumica. Dhe duke qenë në atë gjendje, i mërzitun, e i lodhur, e i dëshpruar prej kujt, prej popullet e tij, prej Mekasve, të cilët ishin zhyt në harame të lloj-llojshme, të cilët adhuronin me qindra idhuj që ata i qunin zotrat e tyre. Mirë po i bindur se nuk do të zhgënjihet asnjëherë, as nuk do të dëshpërohet me Zotin e tij, e losta Zotin ashtu si dinte. Dhe duke qenë në shpellën Hira, i vjen një krijesë gjigante, një krijesë madhështore që kur se kish imagjinuar që më të pas si krijesë, i vjen Xhibrili, edhe i afrohet pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe i thot iqra, lexo. Shtanget, habitet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i thot ma ana biqari'in, unë nuk di sa me lexue. I tha meleku Xhibrili, lexo dhe shtrëngoj me disa nga krahët e tij, sepse ai ka qindra krah, qindra flatra. E shtrëngoj kogja fort dhe i tha prap lexo, prap Resulullah sallallahu alaihi wasallam tha nuk di me lexue. Herën e tretë e shtrëngoj shumë, sa që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
gati frymen mandali dhe me tha iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lexo me emrin e Zotit tënd i cili të ka krijuar. Lexo pra me u bë i dishur, me u bë i mençur, me u bë i dashur, me u bë i dobishëm, me u bë fetar. Jo sikur këtu të rat disa sa s'po lexojnë mirë, si po shkojnë për shkolla, në për universitete të ndryshme, puna e parë që po e bojnë, po thojnë, unë çka jam agnostik. Çe? Do me thonë, fundi i studimeve e bonit pa fe. Në kozmos është një fuqi, po ende nuk e këm zbulue. O që qanë, mos e holëm të se kur të s'ki me zbulu ashtu. Se s'dvjen Zoti këtu në xhami, ty jenë tavolin me pate me nejt me të. Lexo me emrin e Zotit, pra bënu dietar, bënu shkencar, çka duhesh ti bënu, amo dije Zotin, dije Zotin. Dhe dija që Allahu e dën, ilmi, është dija për me njoft krijuesin. Për ata Allahu Teala çfarë thot? Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Dije që nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut. E disa kur po marrin dije në shkencë, gjoja e parë është me kontestua a ekziston Zoti as është. Ose runa Zot e keni pa? Jo, Zoti është inekzistent, do të thonë nuk ekziston runa Zot. Kjo është dije djallët e shejtanit mallkuar. Ndërsa dija e dobishme për të cilën ne lutemi natën edhe ditën është ajo që të çon tek Zoti. Dija e dobishme është ajo që të lidh me Zotin. Allahu te bareke ve taala e bani Kur'anin libër leximi, libër udhëzimi për besimtarët musliman. Leximi i Kur'anit të nderuar vëllezër është lexim që ka shpërblime të shumëfishta. Vetëm për një germ, për një shkronjë i ki 10 shpërblime. Për shembull, shkronja ma e lehtë veç një vi, që ne i themi elif. Veç për që ta i ki 10 shpërblime. Veç me qelë Kur'anin fillim edhe me lexu Bismillahirrahmanirrahim, janë 19 shkronja, 19 germa në original. Me automatizëm 190 shpërblime. O vllazën, me i kthyen monedhat sotit, vallahi se cili i shmyt të thonë të ditën Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Së da shubën e pej 100 save, 190 dhe ta shubën e sa 380. E pastaj kështu veç me kthy se vapet shpërblimet nuk bën me i konvertuar në pare, se s'janë ashtu hiç, ato janë pa imagjinueshme çfarë vlerë kanë. Tjetra, ky Kur'an që ti po e lexon ditën apo natën, e tash ka shumë prej besimtarëve që e lexojnë edhe natën se janë më të lirë, ka me dal para Zotit në ditën e gjykimit edhe ka me ndërmjetësu për ty. Bile 2 ndërmjetësuesi kemi tash në Ramazan. Ka dhe të tjerë, po 2 ma kryesor. Kën agjërimin edhe Kur'anin. Ka me dal agjërimi me ndërmjetësu tek Zoti dhe i thot: "Ej Rabbi, o Zoti im, unë po ndërmjetësoj për filanin me falti se këtë ditën i kalon ushqimin edhe pijen për hatrin tënë." Edhe i pranohet ndërmjetësimi. Del Kur'ani i thot: "O Zoti im, unë e kum lanë filanin edhe filanën pa gjumë, pa flejt, se më kanë lexuar shumë, po ndërmjetësoj për ta." Edhe pranohet ndërmjetësimi. Allahu na boft neve edhe juve prej atyre që mirën me librin e Allahut, që e lexojnë librin e Allahut, që shoqërohen me librin e Allahut dhe që e praktikojnë librin e Allahut, dhe kjo e fundit vëllazën është mëse e nevojshme. Neve na duhet ma shumë praktikim i Kur'anit, ma shumë përditësim, jetësim i Kur'anit, me jetu e me bashkjetu me veprat tona me Kur'anin. Sepse kur e pyeten gruan e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Aisha radhiyallahu anha, çysh ka qenë morali, etika, sjellja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çka ka thonë? Kana khuluquhul Qur'an, akhlaqu, morali ti, çka ka qenë? Ka qenë Kur'ani.
Për ata shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë thonë, kur ka dalaj me ec, ka qenë Kur'an që ec me hapa. Do të thotë, apo do me pa Kur'anin, shikoj pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Në ecjet e tina, në foljet e tina, në sjelljet e tina, në reagimet, veprimet e tina. Allahu na ndihmoft, Allahu na udhëzoft dhe me kalue jo vetëm Ramazanin, po me kalue jetën Allahu me Kur'an na mundsoft. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.